pjesa aspektit profesional. Qysh mani ka ndiku që prej gjykatës Podujevës, qysh ke vazhdu të tutje? Po, në Podujevë deri sa kam qenë, mu ka pas dali banesë. Edhe nuk kam shku në atë banesë, isha interesu me ndihmu familjes, e kisha me gjatin patlit, tirë mjende nuk kisha. As që ka shku menja me thonë shkoj banesën e t'i laprit. Kom marrë që tu, kom jetuë, edhe ka qenë që tash pjesa ma e mire jetës kjo Shqipni, edhe kjo, se mas pari isha i ri edhe mërina me diplomu. E dyta, tash respektin material kisha një mirë qendi. Në gjykatë ku punojsha, ishu pjesa tërmuese shqiptare, ose ishë një gjykatë sërbë, ose dyve të parish ma shumë nuk kishu. Në administratë veç fillu me përmirësu e gjendje. Në komunë veç filloj edhe kemi qenë regjistrimit 1981. Unë kam qenë antari komisionit, zëvendës kryetari komisionit për regjistrim për policisë në komunë Prishtinës. Edhe i ditë lanat mirë. Komuna Podujevës në regjistrim të të nishit më pak ka pas sërbë se komuna Gjakovës. Dëmonë, Ramoshava ka luajt një rol shumë madhë kur ka marrë kryetari komunës Prishtinës, edhe do dhe që to ndryshime tani kushtetuten ato, mirë po varet prej personit sa i shtyjnë gjonat për para, sa i shfrytëzon ato mundësi që e ligjë. E Ramushi ka qenë der ata që i ka shfrytëzuar. Edhe përmena punë në banesës se si shkas për çka vendosa me ikë, ka qenë dërtira dhe banesa. Po, mu veç fillur mu marë në sy për të keq disa ish komunista ndërta u koni Farjetullah Gashit, që çdo mandat gati ne qëshin kryetar komunën po di, u koni edhe një Nezir Gashi. Edhe i ka shërbimit ushtrak nuk shkova ushtar. Shkova nish në e tanja 3 javë në spital, e regullova, mdihmoj një farë shabani u konë qëtëri Sekiraqës, edhe ato e kisha në një unë problem, se mos me pas ushtrinë e kryeme në atë kohë, apo të më konë gjykatë se dikon në vendet pozita më narta, ish problem. Por në Prishtinë ato sene nuk u këshyrshi se Prishtinë është një qendër me mëhe, edhe erdë puna rrëqë asaj banese, jelash një dajes tem në justisë. Thashim, thashtë unë nuk jem të shvindzuar, thashim me familja ju ka pas një gru që atë të zorë likut Mostës. Kryetari komunës ishtë një fanë Nezir Gashi dhe s'kom ditu në kurgjë, po më thret një fanë miri, ta mërë të kanë vendosëm banesa e sni, ta me qitë për i banese sëtë, pa më ta morë banese në kretë. Shkova për lava me kryetarin, s'lesh gjo pa i thonë, edhe e po që u prish veni aty ata kanë më bo qdo gjo tashmu më largu prej partije, mas pari të largoheshi prej partije, ma ndej edhe të largoheshi prej pozitës. Edhe vendosa me autorije me shku në Prishtinë. Kom konkurua në Prishtinë, kam pranuar në 7 orë në vitit, mas 3 vjetë në monë, 72-75. Jëm konë Lulqin, pa ta ikë se e lëshova po në vjën, konkurova ka, edhe kom dëgjunën për mes radios që Kuvendi Komunali Prishtinës zgjodhi gjykatë si për gjithësyna gjykatës komunale në Prishtinë. Jo, këthyje, ja kom fillu punës, edhe aty, u ka një knasi e veçantë se ishëm një kolektiv shumë i mirë, të armat personale kemi pas ma të mira se në gjykatë Qarkut, se atëherë gjykatë atë jenë finansu prej komunës. Komune e Prishtinës është komune fort ekonomikisht, e ka pas atëherë fushë Kosovën e Ubinicin e komune fort. Graçanismo mos flasëm e këto pjesë krejt, u konë të komunat ma të mëdha, u konë në Jugoslavi mos flasëm me Beograd e me këto Sukrasu, u konë komunën e fort, ekonomikisht e krejt, edhe si qendër administrative. Edhe punojshëm që aty një knasi e veçantë edhe aty, ku kom punuat me rëvesh, kom qenë shumë i sukses shumë. Kursht, kom marrë dhe situatë, mos me plësu dorë, më qka u kërku, mos me te i kaluar, po dhe kom qenë shembull në aspektin profesionale edhe në aspektin njerëzor me komunikime me krejt.
një ditë po më thret sekretaresha e kryetari i gjykatës sërbesht. A sudja ta zove vas predsjednik Vrhovnog suda, ta po ju thret kryetari i gjykatës supreme. Ka një Riza Fazdiku. Ka një profesionist i madh, po nuk e kemi pasën sy për mirë se u koni martuar me një sërbe, edhe kishëm një bindje që s'është bashkëtar i mirë. Amo, me qenë se pun t'i kryet të qysh duhet, edhe ishtë profesionist i mirë, na kemi pas gabim. Tashe, kur jem ma reale në vlerësim, e kemi pas gabim. Edhe shkova, mirë dita. Tha shkryetaru më kishit thirë, tha po, tha të kam thirë me shku, tha komision për çështje kadrovike në Kuvet Kosovës, me bo kërkesë dhe me për gjykatës në gjykatë Qarkut të Prishtinë. U preva me të thonë drejta, se s'mu shkoj ke heq, s'mu shkoj. Për çfarë arsye? S'mu shkoj ke se veç sa fillova këtu, e kisha kolektivin e mirë, të ardhunat e mira. Thonë drejtë edhe na kemi pas marra, atëre kemi pas frikë prej punës bre. Si shaj pregaditur me punu në gjykatë Qarkut me shku me një herë. Frikojsha që suni dalë zëtë edhe pse isha i disha vetën që normal duhet angazhim më i madh, se? Edhe thash po kryetar, thash nuk e di, thash unë jo deri kam punuar po 2-3 vjet, thash po 2 vjet do lan të leta, do vije edhe pylli, do vije edhe temta do sene që to diçka në lan të kriminalitet ekonomike se nuk kom plas. Thashe, këtu në Prishtinë pak më ndryshe, kam do lan më serioze, thashe, po frikoj, thash si jam pregadit. Dole mirë, tha e pregadit, as e pregadit, ana e kemi vlerësu, tha prej landëve tua, tha. Ose që aty ku po të thamë, tha, ose as që aty, as që të ku i. Edhe që ka pas. Edhe normal, s'po isha më thonë, jo s'po shkoje më mbet të shajde me këshyrë, konkursa nena, e me dalë gazeta e refuzoj pozitën, me gjithë se gazetat të tëre nuk jo kanë, si për faqe zezë, si kur të tash, me marë me gjithë farë punë, po, kanë mujt me bëhat punë. Edhe i thash, i shkova, me bona kërkesën, edhe u zgjolla gjykatës Qarkut të Prishtinë, kam punonja afër një viti. Që përjetove që tranziciona e kësaj edhe pishmërit që i pote? Po, normal me një kërkesë madhe që për shkak të përgjegjësive që ishin me punu në gjykatë Qarkut, u desh me ju rrek punës, po une nuk kom qeni kompleksu mas njerë me vetë. Njerë që kam përvoj ma shumë, më konsultu me, marrë mendim për i tjerëve. Edhe ta që kom thonë edhe unisë, mos hezito as njerë, ngobanin me gjithë. Mos hezito se nuk liksosh nëse e pyet një kolegë, merja mendimin ti, prapë vendos vetë, ama merja mendimin profesionalisht ka po mendoj për një çështje se kje gjitha rastesh në përgjykata. Edhe shkoja nisa si gjykatësetues. Bam një rast, një ditë se kur ishëm kujdestar si gjykatësetues, u deshe me nejtë në shtëpi. Unë e banesën Prishtinë s'kisha, edhe isha notë që ku kemi pasur të në kosh që këj veni ku për markojmë keve qëtu. Një serje ditë dola, kur dola u konë mure, qita kyët mi murë kur për shoker në gjykatës. Dur një sërbë, shtaj e fiqo, tha boga mi tha, ka një vrasje, tha, po dhije, tha, e janë të oprit erda më të marë, se dërë artë ke shoferi më marë. Edhe më qumë me njerën bugati e më dalë. Kam shkuar po dyje, derisa u kompletu ekipi forenzikës, u vonu kogja shumë, edhe kemi shkuar në pallatë. Kur shkuam atje, shi, natë, terë, po qyri kur pesha që kryetari i gjykatës, teme, Luba Popovicet, që prokurori një farë Pjetër Kolja u konë. Të shkut ku të vjohë dhe që përim dy këtu, pa po ku nuk është të gjykatës edhe prokurori, tha do të me dalë, tha kryetari i gjykatës edhe krye prokurori. Thash nëse me ndonë mua, thash e ki gabim. Thash me kom dëshmitar shoferi, thash që në shtëpi jam konë, jam nisë me njerë, kam dalë,
na jemi vonuar po 2 herë, pa ata unë s'kum pas shkave. Edhe prap po kthehen ata që tash prifte mos si prifsh. Intuita është shumë sen me rëndësi. Po të një djetë që është rasti komplikume, këshin pra, ishtë dek një sërb. Edhe me krye vend shiqimin atë natën, në për ato kushte, në për shi, në për terë, pa dritë, veç me dollon pa që i bëjshin qështu, thash, do dhe i qime sen edhe muna mja po shërën. Thash, e thira komandirin e policisë u koni shef që të uvri, thash shef që tash unë vend shiqim thash sonte këtu nuk muna me kryve qëta kushte. Këceja i kryetarit, apo ka ko me gjithë, tha mora dhe se, o thash ne mora, thash onaj ko mora, aj që me ndonë që duhet mu kryu sonte, letur nallet e kryu në qëto kushte, une nuk e kryej. Nesër, në ora 8:30, e caktoj vend shiqimin në vend gjarjes. Edhe me të zbucofta me një vrit asnjë, e kom kryu vend shiqimin, u burgosën ba me djallë, me propozit prokurorisë, ju caktua para burgim, edhe djalli theke, unë e kom vra. I jemi ardhë prej malit, i kemi lëshua lëpt, pe i zgi dhe pe i kerrit, i kemi lëmë kerrit në bërë, edhe jenë dalë në pëmisht, sikur me dalë Muhameti ta dikujnë të pëmë të mija që të. Tha u darë, tha e ka njësë me shajë me përtit, shkallë, tha dhe, i ku marrë lëpt, tha, po mu dëkta që i shkoj me marrë diçka ka pasën do, nuk o me rasi, tha e mi, tha e ku marrë, tha revolën, tha. E u dalë, kom gjojt pe i qëtu e 2 herë, e di që se kom rogë. Jo ma fruë qëtu, aty u kom një murë të dyrët, si kur të avnia që i ka tash, ati muri, edhe u kom një avli o gardë, është maj madhë. Avli si ka thonë një gardë maj madhë, me hujtë qatë, edhe e kom zonë pozitën, distanca prej murit edhe dete humri u kom 10 metrë, e kom marrë më thonë, edhe kom gjuë, e kom një që i ka bojë jo. Ata shkje dëshim jalon babës. Nëse babën, du dëshim e majtë në borë, njëre dheri sa të kryu në timet. E kreva londën, po thret kryetari tha do të me darë të rekonstruimin në vend gjarjes. Mas je dërzohen prokurorisë që ashtu kon procedura. Krye ke hetimet gjykatë, që çeke prokuroria këtë akuzën edhe tani i kthehet gjykatës në gjykim. Shkova te kryetari, më thirit vërtet. Tha me gjitha do të me marrë ta qyteton dhe me bo rekonstruimit në vend gjarjes, përveç të tha ka me qenë edhe një gjyqtar sërb, prokurori ka me qenë përveç Halil Kelbendit ka me qenë edhe një sërb, mjeku i mjekësisë ligjore ka me qenë përveç Fadil Batallit edhe një sërb, eksperti balistikës edhe një sërb, edhe ka me përcjell kamere e supit, ka me incizu vend shiqimin krejt. Thashure, thash, nuk kam një, thash, në fazën e jetimit që bëhet rekonstruimin në vend gjarjes. Thash, edhe nuk dalë, thash, nëse keni një arsye që kom lënë diçka, është ma mirë më thonë plotësodhe me që ta mi bo rekonstruimin në vend gjarjes, jo. Jo, tha, duhet, thash, në po thamë nuk e bëj. Edhe refuzova kategorisht, shkova të një fazë dibale, po bisedoj me ta qështu, u kanë gjykatës. Po se di, tha me gjitha mos je gut pak. Thash nashta e gut, thash po, unë po mendoj që ashtu dhe se baj. Edhe shefqet bëty që u konë zavend si kryetarit. A ish prezent kur bisedu. Kur se qeli gujnë, u konë burilim. A me gjithë tha u gut, e pak e anisi për i fërkot dorët e ka pasi farstili, tha u gut, e tha pak, tha se duhet tha me kryat punë, tha se politika, tha, ka ndërhy. Tha Ivan Stambulli që u kon kryetari i Komitetit Qendror të Serbisë, e ka thirrë Mahmud Bakalli, kryetarin e komitetit tonë, edhe i ka thonë apo doni me vra krejt sërba qau, mos e mrena 3 muaj ditë, 3 sërbë vram, në mënyrë gjeshme si kur kjo. Edhe ka marrë për mos atë ma. Se s'ka nëzove shqe sa kem aty tash. Nejse, e mora Londër.
E tash, do me thonja e kryemjes punës me kujdes edhe me profesionalizëm, ose që të lidh me ato që thash prifte, mos i prifsh, fazën e hetimeve. Një ditë e merdëm përgjegjësi për delikte të gjakut, pranë sekretariatit punët mbreshme, me një ekspert forenzikës. Gjykatësa kemi vendosur sa më dalë edhe herë që atje me këshyre për çat gzhojën e tretë. Se 2 gzhojat i gjeta ku tha djali kom gjuhë 2 herë. Ku thej ke herën e tretë që kom gjuhë që tu gzhojën nuk mujtë me gjetë. Ajo është prova kryesore që i vendos ke fatin, edhe vendosi. Thash okej, thash edhe du marrë. Shkuati te prokurori Kelmendi, i thash marrë, tha, jo, tha, s'kom pse veta, se unë e kam t'jarë, tha, kush e ka vranë. Unë e thash, t'jarë, thash, hajde thash të kjo, veprimet i morë që është me rëndësime, tha, jo, tha, nuk kam nevojë. Edhe u quë shku. Si kemi shku, me atë farë s'makiqen që atë përgjegjësin e delikte në gjakut. Hajde tha, shkojmë t'ju shprejmë ngushllime, ishin haleka vajtuj që atje familjes e sa, edhe në ka thirë Jusuf Gjevuka, ju konë kjo i krim teknikës. Smaja, atina, mua gjykat, eni, kur shku, tha për zotin dhe e gjeta gzhojnë. Edhe u gjeta e gzhojnë, e bonë një proces verbal plotësues briga shqiqimin, edhe që e gzhojnë e vendosi fatin e rasit, baba u liru i pa fajshëm, njeru denue me pushkatim, e ju shëndruar 20 vjetë, shkoj lonta në Zagreb si mas ankesës Bajram Kelmendi u ankuar, edhe Zagrebi tha jo veç që tu tha ka mujta ku pëhet djali që ka gjojt herën e tretë, ku gjithë që ke gzhoj prej kësaj pozite me ura. Edhe u kryo e punë, aty tani u ftofa, u kryo një vjen e keqe që nëse vazhdoj kështu dhe fola me Bajram Pava, thash Bajram thash do me qu gjykatën. A pse marrë për të veç sa shkove? Por valla i Bajram thash jo, thash qështu i shtu pata i farasi, thash edhe ju ftof, thash nuk rrim. Apo vjen komunë Prishtinës, thash, për çka më po aty? Tha sekretari i Këshillit Ekzekutiv. Pozita e sekretarit të Këshillit Ekzekutiv është pozita e 4 në hierarhi në komunë Prishtinës. Kryetari i komunës, kryetari i Këshillit Ekzekutiv, sekretari i kuvendit, sekretari i Këshillit Ekzekutiv. Edhe tani ishin drejtor të drejtorive. Tash po më vetë ta mos kam bus prana, tha Martha, kur shkoj tha me bisedu, tha bashka pa ta lëshu vendimin për banesë. Edhe shkum të Nazmi Mustafa ka qenë kryetari i komunës, u krye e punë, tha po, tha, me gjithë tha, edhe për banesë, vendimin tha me njerë dhe ta lëshojmë. Cili vit ka qenë kë? Ka qenë 79-shi. 1979. Shkova, në komunë Janisa, punova një kohë sekretari i Këshillit Ekzekutiv, mandej sekretar kuvendi, edhe prej sekretarit kuvendit, jo që i kom lypune, po më kanë propozuar vetë strukturat atëhere që vendoshin për çështjet kadrovike, me shkue sekretar për urbanizëm, me e përmirësu gjendjen atë sekretariat, është sekretariatet kryesore. Edhe aty kom refuzuar dhe kom thonë jo, Muhamet Mustafa, kom kryetari Lidhje Socialiste, tash Muhamet, jam juristur e që kom e lyp aty, me gjithë ta na e dim, tha që ti mundesh me bëu diçka, tha aty tha katunar, tha nuk po kam se afrohet, tha na drejtorat. Tha dhe po ka probleme, tha duhet me shku gjithë qysh. Kam shkuar, tha drejtën e kom regullu, qashtu që u konë shembull ai drejtorat, tani aty si mas inercionit pozitës, kam qenë kryetar i Këshillit për urbanizëm, kryetar për banesa, për damjet banesave, e s'di, kom pas do pozita, edhe kom punu në komunë 6 vjet gati. 6 vjet, 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 6 vjet,
Qysh ka që periuda prej sistemi gjyqësor në komunë Prishtinës, a Po, ose vështirësi? jam gjitë, pa problem jam gjitë. Pa problem jam gjitë, edhe të drejtën, jo veç që kom kalu mirë vetë, po edhe sot për që ta punëtorë që janë, e më tem, hale flitet e emni me gjyqësylës, për korektësi edhe për profesionalizm. Edhe ato të ne kom dëshmu edhe mas luftës që do të vim të ajo pjesë. Prej aty të kom shku Klub Prishtinës, se u prisha me kryetarët komunës të fërë kësi amam qëta shumë mirë me anukoni Graçanicës. Su pajtoj shumë për dosene me ta, po aty nuk shkova shka kujtina, po shkova se isha antari kryesisë klubit Prishtina, që këtë general të artë që po përmene tash, që atëherë kona e punë. 83 shkova si antari kryesisë. Dhash një kontribut jashtëzakonshëm kuptohet me antar tjerë të kryesisë, dhe përrit me hinë ligën e partë futbollit Jugosllavisë. Ka qenë një atmosferë me atë klub që nuk mundet mu përshkruhe. Dere 40.000 vetë në stadion të Prishtinës kanë hyë atëherë për marrë me këshyë Prishtinën, prej Prespës, deri kënera qka e konë të tove, faqet zezë, anena. Edhe amthirja dhe mblasi tha me gjitha du të me shku, tha në klub, tha kemi vlerësu, tha që du të me shku në klub. Me ndiku për me mbetën ligë. Thash, azem thash nuk shkoj, thash se nuk e keni, thash për klub, thash nuk qu, thash po do një më vjek prej komune për shak të raporte me Tomën se Kuriqi ka qenë kryetari komunës. Azemi nuk e kom dashtë edhe atëherë dhe kom pas bindje që s'është burri mirë, s'është shqitari mirë, edhe s'deshta me një atë punë, e më ka thirë në Begashi, ka qenë antari kryesisë Kosovës. Ta me gjitha qështu tha pesheta që ma shumë po ndikon që e klubën politik gjendje për stabilizim gjendjes politike, se sa na krejt që jemi si struktura, si partije, komitete, dreqe i bira, nera. Shumë të cilin be thash vallaj, thash në fakt, thash azemit i kom thonë, thash ty nuk po muna me thonë. Thash po frigoj që i keni për shkak të raporte me Tomën, thash i kom përkesu, Tomën si kom thonë. Nëse kje ti diçka, hajde të dalëm kuvend, ti qiti argumentat tonë, po i qesë mitë, edhe le të vendosë kuvendit, ti s'monë është më më sharku mua. I e kryetarë sa dush. Tha me gjitha, nuk është ta besotha, nuk është ta po taja fjale që nuk është, tha shko, tha, edhe mas një vjeti, tha, veç të mesë më likë, tha si vjetë, tha, hajde të one, tha, ku të kje shqe, tha, vola po du më shku që tu kuvend, kje më shku. Masë në bje, thash, asi kom thonë, kur që kom shku, dikuj dhe i sot përveç daj stemë për gjykat komunale me shku mja fillu punës. Se për me shku në pozit më atë nartë, asi kom thonë kuj, gjithëm kam propozu në dikush, as nës prit që të thonë. Pra, po të ja fjallën për fjallën tonë, e kom e shku dhe kom shku, e kom krye me shumë sukses dhe atë punë. E çfarë pozite në Klub Prishtinës? Drejtori i klubit. Drejtori i klubit, edhe kemi krye, kemi përfunduar në vend 8, a kemi mujt me përfunduar në vend 4 edhe me dalë me njëre në Kupë të Evropës, si 4 shë me mirë në Jugoslavi, po na i mund do dëllovere vetë mërëna kryesisë. E aty tash me hita të dëllovere jenë punë te për ta që s'ka nevoj, po da në edhe aty uftofa me kryetarin e klubit atëherë që ishte i Mehmet Maliqi, edhe për shkak që na i bund që dëllovere nuk në lanë, se ishte knajsi për mu, me thonë po dele në Evropë, lojtarët i kishën në do premijat mira, për trenerin i shumë me rëndësi. Mirë po e bon lojnë një lojë shumë dytë e lojtën që... Kjo kem kryesia me... Kryesia, pikrisht kryesia bon një dëllover diçka dhe... Për çfarë arsye ndodhi ky? Ajo ndodhi për mos me ju dhonë lojtarëve premija, po ndashta dhe kanë pas një interes tjetër çka po diune, tash nuk muna veç muna me supozue, për me shku dikush një tjetër klubi, jo mos me shku, na nuk di arsyet, ama pse e bon atë faqet zedh nuk e di, po kryesoria ka shumë gjest i keq. Dhe shkyri jo pas. Veç ashtu, madej
Prej aty kom shku në autotransport drejtor. Para se me pyet të kjo, çu shka që kjo mani periudha që kjo përvoja në klub Prishtinës, nashta diçka që do më veçu për asaj. Aty. Pasi që e qytë edhe periudha e artë, çka e ka karakterizu me qatë? Ajo periudha e artë u karakterizu me që ekip që e bom shumë solid, dy kryesi shumë homogene, edhe kemi funksionuar si një trup, shtabi teknik, lojtar edhe kryesia. Qashtu jemi koordinu, po kemi pasur për krajën e strukturat të atëhershme politike, edhe komune, edhe natone isha në urbanizëm, edhe i disha ku ka një lokal, ku ka një banes që mundet me osiguru me kushtet mira, edhe ju propozoj në kryesi, e përfit shumë procedurën, bëj shumë kërkesën këshill ekzekutive dhe ju kemi dhonë krejtojtarëve, gati që janë këtu shqiptarë, ju kemi dhonë banesa, ju kemi dhonë lokale, edhe normal sukseset kanë qenë jashtëzakonshme, edhe ka qenë një periudhë shumë interesante me pati tonat publike, tonat ta u konë diçka e pa imagjinueshme për në tonat tona. Ki shumë pengesa, shumë vase na pengojshin, ju pengoj ke qysh një klub i shqiptari Kosovës, me lujt këtë rol me mujtë Crvena Zvezdën e Beogradit, midis Beogradit 3-1. Kryetari kuvendit Jugoslavis, Dragoslav Markovići, ka qenë nëse ka e këshu lojnë, u quë ka këshu lojnë veç njerëzit që e konë aty prezencë, se unë s'kam qenë, dhe veç ka sha dhe ka gjuë dhe u ikë u dalë për jashtë. U konë kemi pas raporte shumë mira, kemi pas me klube, për shembull me klubin Hajdukut Splitit, na kemi qenë delegacioni parë që në kam pranue, se ka është ndërtuar që atë kohë po luti stadioni i Splitit. Edhe kemi qenë delegacioni i parë, mu kanë betuar që si një klub të Jugoslavis, që po pritin qitë restoran Berlit Vaj, ka thonë. Çfarë pritje, çfarë atmosfere, çfarë kanë qenë, ku kemi shku, kemi lanë për shtypje, kemi mrekullinat Zotit, dhe ka qenë një ndjenë, po thëmë, kur më rritë sukses, pa marrë parasysh veçanti sporti, po shofëm ata çka do më thonë një sport, me qenë një klub, me qenë një forte, me qenë një sukses shumë. E qashtu, edhe u tërhoqe qashtu ka dale, shkohëm dhe në elektroekonomi të Kosovës, tash, sa i përket të klubi kur i jemi, për shembull vlen me përmend si rast, se ndërkohë tani, masi qësaj që pabesie që ndodhe vitin e parë, ne kemi pas një trener një Muzoroviqit, Sarajevës. Edhe u konë një burë shumë i mirë, edhe u konë një pranuar për mjedis tonë dhe të shqiptarët. Ati ja morën pakinati se rejke veç me shqiptare dhe folke mirë për shqiptare, ja vnoj shumë ka një edhe një plisë bardhe, ju pengoj ke dhe ajo për atë kohë, sen. Edhe ato nuk e zgjodhen, për ne zgjodhen në pruni tjetër, aja rriti sukses, edhe për në rëndë të ashti treneri. Edhe aji ka qenë shko kryesor për çka unë mos deshta me një dhe që aji pa besia që ne, mone me nejtë drejtori klubit. Mirë mu antari kryesis isha. Edhe e prunë që ata, u pështëllë puna tani me ta mos, su bo kur që filloj klubi me marë të poshtën, hajde, edhe erë deri të një situatë kur në rëni trener, s'po mundë më kur që ta mërëve, a bërë me bisedu me Qira Blaževiqit, mirës ma Qira Blaževiqit, një nacionalist kroat, një trener me renome në Jugoslavi, tërmat mirë. Morëm vendimën kryesi me shku me biseduam me to. Kush me shku me Gjiti, drejtori i klubit, unë antari kryesisë dhe një gjevat këse Berisha patar drejtori i klubit. Mas shku me sti me njerë, keve një vrani që e tjetëri, po atërë, qatë ko e shaj. Edhe shku me në Cirin. Biseduam, anena kënena, jo s'muna, jo të idejsh to, jo bëne presion, jo kje marrë dhe jo s'bën parë dhe jo thak, po kome idejsh, dhamë 22.000 marrë, ka jo ka i pagu i dhamë, e kome idejsh, ta shoj, letë është e punë, Qiro, vërë kako qysh, tha shkojmë, thash në nesër për Kosovë, shkojmë në Surdolici, kemi lejtarë të pregaditje,
Caktojmë një konferencë për media, e merrve shkret Jugoslavia Qeqira Blaževiqi erdhë në Prishtinë, edhe situata krejt në rënd tjetër bëhet për të mirë. E ti ktheu tani në Reqillam se na i kemë do trenera që mundën me vazhdu punën. Jepi au detyrën të di lojtarë që kanë trener Qira Blaževiqi nëse. O, tha, po nuk e kje keq. E ta shumë nisëm me të shku me marrë biletën në Gjetëqan. Për ta. Kur shku me qitëm edhe nga biletat tona mëna. Edhe po thoi nuk e di vallaj sa po diku 4.000 franka ku po e ke krejt. Na kishëm llogarit veç sa për ta, unë i mora një 1.800 franka të mitë, a i gjevati ty me në kish pas nja, edhe përveç biletës tina u deshe me pagu edhe nga tas një shtesë se nuk rëshëm një javë ditë, se i shkon që ashtu për mu këthyë pas një jave, po u deshe me u kthejshëm me njerë dhe u deshe me pagu një shtesë. Kur po më thot që kash, me jeta une. A i me jetoj. Shtaj e sine se ka pas një shprijet qka djali jem. Thash nishta. A reci shtaje? Fjar nisa po keshi. Thash ishtu dhe shtu ke pare me ta pagu biletën edhe të mala aty, edhe ke kogja ka la blak se si e pane dhe thonë. Piqkava, matër, sërvesh në rishamir, rëtësomët shkani. Miliard për Qira Blaževiqi në Ciria nuk keni pare mja pagu biletën për aeroplanë. Dja kanë nisë me kesh krejt nese i në zamja 4.000, 5.000 franka vallaj bjela. Ta meni ta se i bëjnë edhe për veti në blene i dhurata në diqka, edhe i kemi hyjë për aeroplanit jemi këthyje. E tash, qa dite që i bitën për marrë njëra, e kish marrë edhe grunë me vetin biseda. Edhe po i thot ta grua, tha, lutë, tha, bënu e sinqert edhe pranohë, tha, që ti kur nuk ke qenë prezent në negociatat mija për një rrëth në angazhmon në klub apo në reprezentacionet në qka. Është here por që ke arë sot që tu. E unë po të tregoj arsye për çka të kom marrë. Tha, për me u binë që kam punë, me njerë të rëndon qysh jemi unë edhe ti, e jo qysh i paraftërojë shqiptarët e Kosovës. Edhe, unë nesëm, mramja nuk e di, po edhe mramja unë nesëm. Erdhëm në aeroport të Ljubljanës aterimin e pare patës. Unë nani po kalojë për dëgon, a keni tha diqka në i pari, si shem, a keni diqka për dëgon, tha shumë e po. Shta imat e thash, o gosri dënek, për këtë zotnin tha shumë e kom. Po tha, nuk ka tha bash dhurat e vogël. Thash që taj kam ja neset po keshna të e ditë që hajgare e punë, kemi vazhdu deri në Beograd me aeroplan tjetër, prej Beogradi me kërët elektor Kornisë Kosovës, jemi njësë për Prishtinë. Jemi nalën Krushevc. Jemi hini po drom një lokal Bart natës. A beson e të mund, si e kanë fetuar. Kishe po dojnë më në hamër për zgjallit, me përqafuet, qopije, poroseta, nena, të bos, s'ken të nalë shuet, i kujet më në ta shkojmë se uva në umo, kishe me mrit 8 orën, ish ora ka 2 diqka natës, para me gjesi. Unë nesëm hajde kadal, edhe po vi më Lozhanë, mi urtë, para se me hitë në urtë Lozhanit. Arqiro thash dhe me të pyet diqka, vetëm, tha, qa kima vetë? Thash po të vetë, thash andit, për çka është i njoftë që ky vend. Tha ti me të vërtet tha ishe idiot. Për Zotin që shtu konë s'beshtoj asnjë fjalë. Tha po votish me kau majmuna noqë, po vozit si majmuni natën, nuk me di ku po më qënë edhe po më pyet pse është i njoftë ky vend. Thash mirë, thash, ti i meqen, thash, nëse nuk e di, pyet unë të tregoj. Reci, falë. Thash, ky vend është i lind, është i njoftë, thash se unë kam lind edhe jam rritë që tu dhe kam kryer shkollën fillore të që ke shkollë. Jo, t'ja ka nis, e më shaj krejtë, po ti idiot, ti kritishe, kinda pera, nena. Erdhë në Prishtinë, shkoj, grando me ndosë, ndroj, teshat, kishëm të drejtën kryesi. Si u i, dobro jutro, slušajte ljudi, tha. Me pasar, tha, keqje kryesi, tha. Qa ka bo, që këj njëri, tha, mu pru mu, se qëto, tha, ju s'kish i mujt me bo. Tha, nuk e di, tha, e njefni, tha, ju mirë, tha, kush o kjo, a qka i shky, tha, veç. Edhe ja nisëm aty, tash më smith gjatë, Sadiku Vlasalivi, tha, qiro, tha,
unë kom mendu, tha që jeta ma korpulent, ma i zhvilluar, tha ti kokej, mu i prej të diqe. Helmet ma të rrezikshme të më marë në bocat vogla. Edhe hella përgjegje, me njëre se po keshëm. E që ashtu, vazhdoj tani puna, shkoj vizitoj lojtarët, unë nisë më këthyë me njerë që është bisedu, e tani masane kur ardhëm ka të regu, i shërpandar drejtori Zvezdës Beogradin. Deri me gjesëm kalon me fjetëm ka majtë me zërën hotel, quët, jo, nuk kje më shku në Prishtinë, qyshti më shku në Prishtinë, kush o Prishtina për ty, kje më ardhëm Zvezdë. A ja, jo ku ma fjallë, nuk ka pranu më shku. Kështu që konë një situatë, një moment shumë interesant edhe kjo, e tani e boni atmosferën më vazhdu, se kera nivelli i vizitave të i shikushverisa nëna, edhe u më shplet stadioni gjatë kohës tina, betëm në ligë prap, edhe shkoj tani, aje vazhdojnë tani veç gjithër e tora, dheri sa fillun, erdhe këto vitit, gati këtel të nishe, të leta, nëna, dhe që u bo gjithër faqja Zvezdë me mëndë. Vërtet të të nishe, po që ju afroj shumë viteve të 90, se mas të të nishit filloj tani degradimit në Kosovë, jo presionet, jo anena,